fakt, elegjim për veten e tij dhe për Lubin. Sot Edi Rama hoqi çdo lloj maske dhe doli publikisht në mbrojtje totale, duke vënë në peng kushtetutën e vendit, ligjet e vendit, ndarjet e pushtetit dhe procesin e integrimit evropian. Edi Rama ju tha shqiptarëve sot se Belinda Balluku është e paprekshme, se Skapi është një zero me bisht, se drejtësia nuk ekziston, dhe se ai nuk ka ndërmend të përfill asgjë nga kushtetuta dhe ligjet e vendit. Ai mbori në mbrojtje totale veten e tij, sepse de facto Lubia nuk ka qenë asgjë tjetër, veç se noterja apo regjistruesja e të gjitha vjedhjeve 25 vjeçare të këtij kryehajduti. Edi Rama sot sfidoi çdo shqiptar, sfidoi qytetarët shqiptar, të dashur qytetarë dhe qytetare. Nuk është një sulm kryesisht ndaj SPAK-ut, ndaj drejtësisë kjo që po bën. Sepse në këtë drejtim, drejtësia po përfaqëson ju, po përfaqëson ligjin dhe interesat tuaja. Por ky është një sulm direkt ndaj jush, ndaj dinjitetit tuaj, ndaj lirive tuaja. Ky është një sulm me të cilin Edi Rama ju thot ju se ai qëndron mbi ligjin, dhe se ai si një narkodiktator i vërtet vendos në këtë vend për gjithçka dhe për çdo gjë. Ai sot dëshmoj më shumë se kur se është i gatshëm t'i përdor mandatet e tij të krimit si bajoneta kundër qytetarëve shqiptar dhe interesave të tyre në tërësi, dhe në veçanti për mbylljen e dyrëve të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk është çështje Ballukut dhe njëherë. Asnjëri prej jush nuk duhet të pranoj këtë narrativ. Është çështja direkte e Edi Ramës. Vjedhjet e tij të i kalojnë miliarda. Edi Rama është i vetmi kryeministër në Europë që ka ndërtuar vilën me themele 57 metra të gjata dhe obor apo park 8300 metra. Edi Rama është i vetmi kryeministër në Europë dhe në botë që ka firmën e tij të zezë mbi objekte publike me vlerë 130 milion euro, siç janë insineratori i Tiranës dhe nuk ekzistojnë. Edi Rama ka firmën e tij të zezë
dorën e tij të zezë mbi koncesionet në shtetësi për 360 milion euro, gjobe të mërshme dhe shkatrimtare mbi sistemin shtetësor vetëm për pasurinë e tij. Edi Rama ka firmën e tij në të gjitha tendrat e rrugëve të shemura sikur të ishin rrugë kashte, por të ndërtuara me çmime 8-12 herë më të shtrejta se sa në Bashkimin Evropian. Edi Rama ka dorën e tij të zezë mbi shkatrimin e portit të Durrësit, një pasuri kombëtare prej 4 miliard eurosh. A ju përpoq të tërheq në aferat e tij korruptive NATO-n, por dështoj me turp, dhe tani që janë oferta qarta të partnerëve strategjik, ai kërkon që portin e Durrësit për ta vjedhur ta ndërtojë me rust apo me të tjerë që kanë interesat kundërta strategjike me Shqipërinë dhe NATO-n. Fjala e tij sot dëshmoj dhe një herë se është i gatshëm për çdo skenar dhe të mos paraqitet vetë para ligjit, para drejtësisë. Ndaj dhe sot për çdo qytetar shqiptar, fjala është e tij, fjala është e qytetarëve. Parlamenti është totalisht i aneksuar, është një instrument i narkodiktaturës, i pushtuar nga Edi Rama. Drejtësia shumëzohet me zero nga Edi Rama. I garantoj qytetarët se vjedhja nga qeveritarët nuk do të ndëshkohet, se vjedhja nuk do konsiderohet më krim për qeveritarët shqiptarë. Fjala është vetëm e qytetarëve. Me datën 12, në orën të gjithë Shqipëria para parlamentit, në një protest në një kryengritje paqësore më të fuqishme që ka njohur vendi. Zgjidhja është vetëm në durt e qytetarëve. Unë kam bindje se shqiptarët, pavarësisht nga bindjet politike, njerëzit me integritet dhe njerëz të ndershëm që jetojnë me djerst e ballit tyre, nuk do pajtohen kurrë me këtë vendim të Edi Ramës, me cilin a ju thot se vjedhja e tyre nga qeveritarët nuk mund të ndëshkohet. Faleminderit.